Solidariteti I qeverisë me Zigfrido Ranucin zgjati vetëm një fundjavë, ndërsa hetuesit kërkojnë nxitësit dhe autorët e sulmit ndaj gazetarit dhe prezantuesit të Report. Presioni po kthehet. Autoriteti italian I mbrojtjes së të dhënave ka gjobitur Rain me 150.000 euro për publikimin e regjistrimeve audio të ish-ministrit Gennaro San Giuliano dhe gruas së tij, Federica Corsini. Lajmi u bë I ditur në mbrëmje, disa orë pasi Ranucci në një konferencë shtypi në Bruksel, mbi lirinë e shtypit, paralajmëroi kundër përdorimit politik të autoritetit. Nga ata që po armatosin garantuesin kundër raportit. Dhe për të dërguar një sinjal të gjithë të tjerëve, masa me siguri do të bëjë shumë zhurmë. Ajo vjen pikërisht një javë pas bombës së vendosur jashtë shtëpisë së Ranucit dhe mund të kishte qenë një masakër. Pajisja megjithse rudimentare ishte vendosur pranë makinave të gazetarit dhe të vajzës së tij, të dyja të cilat punonin me benzinë. A e dinte personi që e vendosi pajisjen në automjet se mund të shpërthenin dhe të shkaktonin një masakër dhe a ndërtoi qëllimisht një armë të dobët për të mashtruar mendjet e organizatorëve të vërtet? Për momentin, hetimi I prokurorit të Romës është ende në zhvillim e sipër dhe përgjigje do të vinë së shpejti, por Domani ka fituar qasje në një letër anonime në dosjet e hetimit, e cila tregon mafjen shqiptare si autore të shpërthimit. Letra e dërguar 20 orë pas sulmit në drejtorinë hetimore antimafia tani është pjesë e dosjes së çështjes. Ditët e fundit gazeta e përditshme La Repubblica kishte raportuar tashmë për informacione që rrin nga Shqipëria në njësinë antimafia. Tani gazeta është në gjendje të zbulojë përmbajtjen dhe origjinën e letrës që përmban atë informacion, me element që formojnë një pistë të qartë hetimore, të paktën për autorin e saj, sepse përkundrazi prokuroria dhe hetuesit nuk po favorizojnë një pistë të vetme, asgjë nuk I lihet rastësisë, gjithashtu sepse duke qenë anonim, raporti mund të rezultojë të jetë një mashtrim, rindërtimi I një mitomaniaku apo edhe një devijim. Ky e fundit ka gjetur gjithmonë interpretues të shkëlqyer në Itali, e megjithatë edhe nëse do të ishte një mashtrim për të drejtuar hetimin kundër objektivave të lehtë, do të ishte me interes të njëjtë. Kush dhe pse ka interes të zhvendos vëmendjen tek klanet shqiptare. Letra e dërguar nga një adresë emaili e koduar fillon: nxitësi I sulmit ndaj gazetarit Zigfrido Ranucci është trafikanti jashtëzakonisht I fuqishëm shqiptar I drogës dhe vrasës shumë I rrezikshëm. Dy rreshtat e para të letrës anonime dërguar drejtorisë hetimore antimafia nuk I lënë shumë vend imagjinatës. Rreshtat e mëposhtëm nuk janë më pak bindës. Autori I sulmit është shkurt emra mbi emra, Novka dhe role në skenën e organizatës së krimit të organizuar shqiptar, po përmbahemi nga citimet e plota sepse janë shënime të shkruara në një raport të panënshkruar që tani ndodhet në duart e atyre që po hetojnë bombën që shpërtheu të njëjtën më 16 tetor, pak para orës 22:30 jashtë shtëpisë së Ranucit. Bosët e listuar kanë krijuar gjithashtu rrënjë në Itali, veçanërisht në Toskanë, në zonën e Pratos. Dokumenti është I panënshkruar, por në faqen e dytë autori e përshkruan veten si një ish prokuror nga një qytet I njohur shqiptar, I cili më parë ishte kërcënuar nga një njëjti klan me bomba të prodhuara në mënyrë të ngjashme. Domani u përpoq që verifikonte në mënyrë të pavarur, duke përfshirë edhe burime autoritare hetimore në Tiranë, nëse ekziston një magjistrat me këtë sfond. Ekziston një magjistrat që u largua nga gjyqësori për shkak të procedurave penale, por ne nuk dimë nëse ai ka qenë shënjestër e kërcënimeve, siç thuhet në letrën anonime që po hetojnë hetuesit. Megjithatë, gjetjet tona janë pozitive në lidhje me dy bosët e drogës të identifikuar si autorë. Të njëjtat burime hetimore shqiptare thonë se të dy ekzistojnë. Njëri në veçanti shfaqet në një hetim të vjetër të 12 viteve më parë, I dyshuar për një vrasje. Nuk ka asnjë gjurmë të tyre në burimet tona të hapura, as nuk janë përmendur ndonjëherë në ndonjë artikull gazete italiane. Në këtë kuptim, autori misterioz I letrës në lidhje me sulmin ndaj Ranucit demonstron një uri të hollësishme të mjedisit të mafjes shqiptare, konkretisht organizatës së njohur si karteli Sinaloa, Dega e Vlorës, një markë mbuluar nga Report në një nga episodet e tij mbi qendrat italiane për deportimin e emigrantëve në mbretërinë e Ramës, dhe I referohet kartelit të krimit që dokumenti I referohet Artur Shehut. Dy vrasësit mendohet të jenë pjesë e rrethit të tij, sipas personit që shkroi raportin dërguar detektivëve italianë. Sot ai është një sipërmarrës I suksesshëm, I dyshuar vetëm si kreu I një klani të fuqishëm dhe të frikshëm në mbar botën. Ai jeton në luksin e vilës së tij në Miami. Shehu është përfolur shumë në Shqipëri javët e fundit, sepse ai është zotëria që thuhet se është takuar me gjysmën e qeverisë Rama në një ishull në Karaibe për të diskutuar për biznes. Kjo u zbulua nga Nelo Trokshja në librin e tij të botuar së fundmi, Invincibili, një hetim mbi mafjen shqiptare nga Italia në botë. Sulmi ndaj Ranucit është gjithashtu një mesazh për të gjithë gazetarët investigativ italian që hetuan shehun. Thuhet në letrën që ndodhet në duart e detektivëve. Autori e lidhi bombën me një ngjarje tjetër. Një javë më parë, gazetari Nelo Trokshja botoi një libër që përshkruante një takim që qeveria shqiptare zhvilloi me kreun e bandës Shehu në ishullin e Arubas. Në takimin e mbajtur në janar 2019, morën pjesë edhe njerëzit e kryeministrit Edi Rama dhe kartelet bën kërkesat e tyre për investime miliarda dollarëshe në Shqipëri për të
të pastruar paratë e drogës. Libri shkaktoi mjaft bujë në Shqipëri dhe dëmtoi imazhin e Edi Ramës. Një javë pas botimit të librit u krye sulmi ndaj Ranuçit. Të parë krah për krah, lajmi është ronditës, sidomos për shkak të mbrojtjes së supozuar në nivele shumë të larta politike që gëzon ky kartel droge. Nuk ka asgjë të sigurt, vetëm siç tha një detektiv, nuk është një hetim i thjeshtë. Disa shkojnë më tej dhe argumentojnë se aktualisht nuk ka një drejtim të qartë për t'u ndjekur. Me fjalë të tjera, gjithçka meriton vëmendje, por nuk është e sigurt se situata do të zgjidhet së shpejti.